Mirëdita, mirë se erdhët, nderuar student rreth part, nderuar koleg pedagog, i nderuar profesor doktor Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike. Faleminderit për këtë takim që ne sot bëjmë me zbrezash mjeksi, me zbrezash të cilat unë nuk doja të kishte ndodhur në këtë kontekst ku ne rikthehemi për të punuar dhe për të kontribuar në Shqipëri dhe për të bërë të mundur që ju të mos largoheni. Kjo është arsyeja e madhe pse ne jemi këtu, të kontrastojmë rreth par politikat e mëdha të shpopullimit dhe të mjekëve veçanti. Faleminderit, fjala për ju, i nderuar zoti Berisha. Ju përshëndes shumë përzemërisht ju, të gjithë studentët e Fakultetit Mjekësisë, studentët e universiteteve të vendit kudo që janë. Dhe shpreh kënaqësinë e veçantë që u takoj ju këtu për të paraqitur para jush alternativën tonë për rinin, për studentët, për arsimin dhe shëndetësinë. Po të mbyllësh sytë për një moment dhe të ndalesh në gjendjen aktuale, Shqipëria është një rrokullisje që në shumë aspekte te i kalon imagjinatën tonë. Nga do që ta nisish, përveç betonit. Përveç betonit të narko-eurove, në çdo aspekt tjetër ky vend ka një rrokullim. Po vi nga Gjirokastra. Universiteti drejt një paksimi studentësh dramatik. 80% e maturantëve largohen për arsye të ndryshme, por largohen jashtë vendi. Në qoftë se marrim shtetësinë, në memorien time, shëndetësia sot ka një degradim në Shqipëri që në shumë aspekte afrohet me vitet 60, në cilat konkretisht se një student mjekësie. Sot ne kemi mjek 4 herë më pak se mesatarja e Bashkimit Evropian. Në vitin 2013, ne kishim një mjek për 600 banor, sot kemi një mjek për 1100 banor. Bashkimi Evropian ka një mjek për 300-350 banor. Kjo këtu jemi ne. Por po të ndalemi në aspektet tjera, Spitali i Kukësit, i ndërtuar me paratë e taks paguese, Spitali i ri, 3 milion euro, pa mjek. Për të operuar për apendisit, ka një humanist në Prizren, që ka lënë numrin e tij, një kirurg, i cili vjen dhe operon në Spitalin e Kukësit, kundër një pagese sigurisht se duhet përballojë shpenzimet. Kurse spitalet tjera janë me mungesa të jashtëzakonshme specialistësh. Gjithçka më rikujton vitet 60, kur atër filluan
në rrethet të shfaqen pediatrit e parë, se nuk kishte pediatër. Shëndetësia mori goditjet më të rënda 4 vitet e fundit. Egzodi i mjekëve u bë masiv. Ju përsëri një njerëz që keni studiuar fiziologjinë, biokimin dhe në një formë tepër shqetësuese është shfaqur uria kronike. Uria kronike, ju e dini, është uria në të cilën njeriu nuk plotëson dot minimumin proteinik, nuk plotëson dot ingredientët për funksionimin e fiziologjisë tij dhe e trupit tij dhe pastaj i merr këto nga indet e veta. Një studim i UNICEF-it i pavarur tregon se 21% e familjeve nuk ushqejnë dot me më shumë se 2 vakte fëmijët e tyre. 21%. Pensionistët, të cilët janë rreth 670.000, nga këta 57% e tyre marrin një pension në të ulët se 170 euro në muaj. Por ju e kuptoni vetë, pensionistët janë gjithashtu qytetarët me nevojat më të mëdha për ilaçet. Ndërkohë që sot çmimet në këtë vend janë rritë më shpejt se në çdo vend tjetër dhe më shumë. Nëse përpara gjeje një banesë me qera 150-200 euro në vitin 2013 e kam fjalën, sot të duhen 500-600 euro për të njëjtën sipërfaqe, të njëjtën banesë. Nëse përpara e mirje kilin e bukës, kilogramën e bukës, 400 lek, 450 lek, sot e merr 1000 lek, 900 lek, 1100 lek, si pas kategorive. Nëse përpara mirje mishin, 700 lek, sot e merr 1800 lek. Po kështu produkte tjera me radhë. Mirë po, prapë po ndalem tek ky element, ky moment sa shumë i rëndësishëm. Këto njerëz, të cilët në vitin 2013 mirnin pensionistët, mirnin si pension mesatar 143.000 lek, në rast se qeveria do të respektonte, do t'i ndihmonte të përballojë rritjen e çmimeve, ata sot duhet kishin një pension jo 170.000, por 390.000 lek. 390.000 lek. Tani, imagjinoni ju pra se si këta, 1/3 e popullatës sot, përballojnë jetën e tyre vetëm në saja të lëmoshave, të ndihmave që u japin të tjerë familjarë, sigurisht. Pra kjo një situatë në themel shumë e vështirë. Dhe për t'i dhënë një përgjigje kësaj,
ne vendosëm që 100 ditë të parat të kemi vendosur minimumin jetik. $6.3 euro në ditë. Është i kalkuluar nga ILO dhe avokati i popullit. Kjo është vlera e cila quhet jashtë varfërisë ekstreme. Varfëri është, por jo ekstreme, se ekstreme është ajo që nuk të garanton as minimumin jetik dhe me këtë paket të 200 eurove për çdo pensionist, për çdo të papunë, për çdo njeri në ndihmë ekonomike, për çdo student me bursë, për çdo fëmijë jetim me një prind, ne përjashtojmë varfërinë ekstreme nga Shqipëria. Në vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk ka varfëri ekstreme. Pse nuk ka? Sepse japin. Sepse disbursojnë para. Dhe u garantojnë sipas nivelit, se cili vend garanton një pagë në të cilën nuk merr asnjë qytetar. Unë dala këtu se ju e kuptoni më mirë, se çdo thot minimum jetik, minimum për të jetuar, kaq është. Gjerë këtu është rrokullis vendi. Në këtë shkallë, kur 21% e fëmijëve nuk marrin dot 3 vakte në ditë, do të thotë se sirenat e urisë bien në qindra mijëra familje shqiptare, në 10 mijëra familje shqiptare. Projekti ynë i Shqipërisë madhështore parashikon një transformim tërësor të arsimit dhe të shtetësisë. Spari nuk ka udhëtim drejt Europës me standardet më të ulta, me standarde të 56 viteve më parë, të 65 viteve më parë, më falni, të numrit të mjekëve për popullatën. Shqipëria, shteti, nuk disponon një PET scanner. 3 akseleratorët janë që u morën 2013 janë të 3 jashtë funksioni. Jo se nuk rregullohen, por se mafia, armikja më e egër e bluzave të bardha dhe të smurve, kjo mafje nuk i rregullon ato, sepse donë që shqiptarët të shkojnë të paguajnë tek privati. U premtua shëndetësi falas. A e dini ju që Instituti Zyrtar i Statistikave, që kontrollohet nga qeveria, njoftoi një javë më parë se shqiptarët paguajnë në vit 820 milion euro për kujdesin shtetësor nga xhepi i tyre. 820 milion euro. Që të gjitha bazë korrupsionin. Dhjetë ditë të fundit në spitale nuk bëhen analiza. Sepse koncesioni analizave, që është funde krye kriminal dhe korruptiv, u thot spitaleve kanë mbaruar kitet.
Kaq ishin kontrata. Dhe të gjithë shqiptarët atë 10 ditë duhet shkojnë tek privati. Ti bëjnë me lek nga xhepi analizat. Po, kjo është e vërteta. Situata në spitale është çnjerëzore. Është në terrenin e krimeve kundër njerëzimit. Pse është kjo? Sepse të smurët në spitalet tona vdesin nga mungesa e ilaçeve për të mjekuar sëmundjet e tyre të rënda. Para 3 muajsh, pas një seri denoncimeve të një gazetari kurajoz, që i bëri një shërbim shumë të madh vendit, të mungesës së tmerrshme të ilaçeve në spitalin onkologjik dhe të aparaturave të prishura, Edi Rama deklaroi se aty kryhen krime kundër njerëzimit dhe tregoi me gisht mjekët. Nuk them se mjekët aty nuk kanë përgjegjësi. Pa diskutim. Por krimet kundër njerëzimit i kryen ata që vjedhin parat e caktuara për blerjen e ilaçeve të smurëve me sëmundje neoplazike. Ata janë autorët e vërtet dhe janë ministri, drejtori dhe mbiministri. Por megjithse tha këtë fjalë, që aty kryhen krime kundër njerëzimit, nuk mori asnjë mas për asnjë ndryshim. Dhe aty gjendja sot është akoma më keq se ç'ishte 3 muaj më parë. A mund të ndodhë kjo një dezumanizim i asaj që është në humania e të gjitha degëve tjera? Vepër kjo e korrupsionit. Vepër e një klientele të ngushtë të kryeministrit, i ka pas të përzyrat bashkisë ato që emroj këtë, që i thënë korbe e korrupsionit që tani është në shtetësi. 500 milion euro ishte abuzimi i tmerrshëm që këto bën me parat e Covidit. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi ne dolem në çatin e bos për vdekshmëria Covidi. Po pse? Jo se ishim në formën në të rëndë, as se ishim vendin më i shpartallur. Jo, më i varfër. Jo, nuk ishim. Por sepse kjo, çfarë ti thuash? Çdo gjë mund t'i thuash, po s'po duhet prishgojnë time bashkë me te. Nuk shtronin smurt. E mbanin me 500 shtretër. Kosova me 1/3 popullat më pak, me 1200 shtretër. Maqedonia me 1300 shtretër. Kurse këta gjetën një sharlatan me bluzë të bardhë, i cili absolutisht do ndiqet gjerë ditën e fundit, tjetë sti për atë që bëri, dhe shtruan Tiranën në spital. I lirin smurt në shtëpia, s'kishte shtretër, dhe natyrisht vdekja korri më shumë se në çdo vend tjetër të Europës. Dhe këto bënin show. Tani, kjo pak a shumë, disa dhëna, por ne jemi të vendosur ta transformojmë këtë gjendje. Spari, ne do të dyfishojmë buxhetin për shtetësinë, do të dyfishojmë buxhetin për arsimin. Së dyti, nuk do mund të kesh mjek, as infermier, në spitalet apo në shërbimin tonë, në qoftë se nuk i paguan ata, shumë mirë. Çfarë bëri Hungaria kur
rak Covidi, çoj rrogat e mjekëve të vet të afërta me gjermanët. Se po iknin në Gjermani ata. A mund ta bëndë shteti këtë? Plotësisht. Sigurisht ka një çmim, por të shërbimin do e sigurosh. Nuk do e sigurosh duke i detyruar. Do rini 3 vjet apo do rini 5 vjet se studio këtu. Jo. Do rini rrogat. Nuk iknin, më falni, shiko. Gjë në vitin 2013 kanë qenë të pakta ata që iknin. Sepse edhe njerë një rrogë 2013 kishte fuqi blerëse 3 herë më shumë se sa rroga sot. E vërtetuar kjo. E vërtetuar kjo. Kështu që ne zotohemi të dyfishojmë rrogat për mjek dhe infermierët. Të vendosim një rrogë minimale 1.500 euro për mësuesit me qëllimin më të mirë që ata të ndjehen në funksion të misionit të madh që kanë. Do të hapim detyrimisht një fakultet tjetër mjekësie. Nuk përballohet. Kanë ikë në vit 1000. Imagjinoni ju kur dalin pension këta të këtij viti. Nuk domethënë ne shkojmë drejt një shterrimi të frikshëm të personelit mjekësor. Ndaj dhe ne me përparësi absolute do hapim një fakultet të dytë mjekësor. Dhe që të dy do përpiqemi të rrisim shumë pranimet në këto dy universitete, në këto dy fakultete, apo universitetet, po, universiteti mund të ketë 2 fakultete, po, në mënyrë që t'i japim përgjigje këtij vakumi me pasoja shumë të rënda për shëndetin e shoqërisë. Aparaturat janë më thjeshtë, aparaturat i ka penguar mafja, është mafja, ajo që nuk donë që sektori publik t'i ketë, sepse bën lidhjet, bën qark të shkurtër me sektorin privat. Shkon tjetri në sektorin publik, diagnostikohet me tromboz karotide, ja diagnostikojnë dhe i thonë tani do shkosh në X spital privat që ta heqish se nuk ta heqim trombin. Reale kjo, të me raste konkrete, kjo që u them unë. E kisha mikun të, kam mikun të që i ndodhi kjo. Shkota një spital privat, pagova atje një 2.000 euro, 3.000 euro. Ne i kemi qenë për, edhe jemi për sektorin privat. Por, ky sektor do mund të funksionoj vetëm mbi bazën e standardeve dhe rregullave të qarta, po jo mbi bazën e një kooperimi mafioz me sektorin publik që shkatron sistemin shëndetësor dhe që dëmton rënë xhepat e qytetarëve. E thash, pa diskutim që një shumë në këtë dyfishim buxheti, imazhëria do një ripërtritje të madhe. Spitalet janë, spitalet dorë në rinërtime, dorë në rikonstruksione, po hapësirat janë. Shqipëria ishte vendi që mund të krijonte, ju them unë ju, pa asnjë vështirësi, të paktën 2.000 shtretër për Covidin, minimumi 2.000 shtretër. Minimumi. Po u morën si të plaçkisin dhe jo të ndihmojnë smurt. Edhe njerë ju fanoroj për këtë takim dhe ju siguroj se ne do bëjmë gjithçka për një shërbim shëndetësor të nivelit
më të lartë të mundshëm për qytetar shqiptar dhe pa një shtetësi, pa një shërbim shtetësor dinjitos, nuk do mund të ketë Shqipëri madhështore. E kam theksoj sot para jush, lista e barnave të rimbursueshme do të jetë identike pik për pik me rubrikën italiane. Atë do e marrim ne në mënyrë që këta njerëz në nevojë të paktën të mjekohen, të mund të mjekohen me pa tundim, pa problemet mëdha financiare dhe të mjekohen me ilaçe cilësore, masi në Shqipëri nuk do shiten asnjë ilaç që nuk qarkullon në 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Ne e kishim këtë rregull. Pse kishim ne këtë rregull? Sepse ne nuk kishim laboratoret e njëjta me EPA-n apo me Food and Drug për të bërë analizat e cilësisë dhe për efikasitetet tjera. Atëherë, kjo është e thjeshtë. Importojmë vetëm ilaçe që shiten në 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian, pra që janë të miratuar nga enti evropian i medikamenteve, ose enti amerikan i medikamenteve. Në këtë mënyrë ne garantojmë cilësinë e ilaçeve, me listë të rimbursimit ne i bëjmë ato të kapshme për të gjithë, të përdorueshme të gjithë ata që kanë nevojë. Dhe me besim të madh se shpejt do t'ja ndryshojmë parametrat e shërbimit shtetësor që sot ka përjetuar një ja u them këtu, një student me kur nuk ka patur në drejtim Ministria e Shëndetësisë ignorant dhe të pa skrupull, siç pati këta gjatë viteve të Edi Ramës. Kur edhe në diktaturë, ju them unë ju, ata që e drejtonin në sistemin e shtetësisë ishin njerëz të respektuar. Ish dekani im, u bë ministër, dhe vërteta është që ato mundësi që kishte, ai i përdorte për ta organizuar, se kjo. Po çdo gjë mund të thoje, po ai ignorant nuk ishte burr i ditur, i shkolluar jashtë, me eksperiencë shumë mirë, paradhës i tij po kështu, pasardhës i tij po kështu, kurse ky mori një arktare të bashkisë, që ndante parat në bashki, dhe e vuri ministre. Dhe tani e ka ministre arsimi. Që vetëm gjë që ditë të ndaj parat me Edi Ramën. Faleminderit shumë. Faleminderit, i nderuar doktor Berisha. Shumë i qartë se ku është i fokusuar programi i Partisë Demokratike, është i fokusuar ke njerëzit, dhe shtetësi ka të bëjë është një shërbim për njerëzit që bëhet nga njerëz tjerë, nga ju në të ardhmen, dhe duhet kemi shumë qartë që ne dim fare mirë se nga ka nisë problematika, ndërkohë që ju flisnit, pas ju është studimi i thelluar që kemi bërë me vite, mbi problematikat pse të rinjt shqiptar nuk formohen dhe emigrojnë më pas kur formohen shtetësi. Në radhë parë, ne kemi nevojë për mjek, sepse në shumë zona mjek nuk ka fare, dhe në ato zona ku ka më pak se sa ç'duhet. Në radhë parë, hapja një fakulteti dytë, pra formimi i mjekëve. Nga ana Partisë Socialiste çfarë u bë? U tha do dyfishohet numri i mjekëve që hyjnë, po ai e dyfishon numrin e personelit akademik. Kush do japë mësim atyre? Dyfishojnë studentët pa u dyfishon numrat e sallave, klasave, po ku do qëndrojnë ata? A u dyfishon numrat e laboratorëve, po ku do mësojnë ata? Po cilësia ku vete? Në radhë dytë, qëndrojnë këta mjek. Asnjë nga këto të rinjat të reja këtu nuk hyn mjekësi për t'u largu. Gjithë hyn këtu për të shërbyer njerëzve të tyre, se është kënaqësi të shërbesh njerëzve të vet. Po në radhë parë ta ikim për 3 arsye përse. 3 shtyllat janë: një arsye ekonomike, pagesat më të ulta në gjithë Europën,
dhe programi i Partisë Demokratike ka pikërisht dy fishimin e pagave mjekëve dhe infermierëve. Në radhë dytë, për mungesën ngritjes profesionale, ju informoj që në 5 viteve kaluara mbi 60% e specializantëve praktikisht hynë në kuota të lira, që do thotë 4 vjet nuk paguhen fare. Sklever, si sklever, s'nodh në botë. Punë pagesë e si rrjedhojnë hiken, dhe radhë tretë, dinjiteti social. Mjeku sot, infermieri sot nuk po mban dot më kokën lart siç e ka mbajtur dikur. I detyruan mbani mend atë ligjin, një tjetër ligj s'ka pronar, detyrim për të punu ku duan. Pse? Krijojnë një terren siç duhet dhe njerëzit shkojnë vetë dhe punojnë, kthehen vetë. Dhe ne për këtë kemi plan se si të realizojmë të gjitha këto 3 pikat. E në fund fare është rikthimi i trurit. E ku më mirë, ne kemi departament Partia Demokratike, departament veçantë për të rikthyr trurin në Shqipëri. Kjo është çka ofron Partia Demokratike, një program për njerëzit me njerëz. Nuk dohet të zgjatesha më shumë dhe do doja të jepja fjalën në ky moment doktoresh Nada Daulles, specialiste e shtetit mendor, kandidate e Partisë Demokratike për qarkun e Vlorës. Nderuar profesor doktor Sali Berisha, të nderuar kolegë dhe pedagog, të dashur student. Në fakt të flasësh përpara jush është një emocion i veçantë dhe një ndjesi e veçantë për mua personalisht, sepse së bashku ndajmë të njëjtë rrugë të cilën ju po e kaloni sot, unë e kam kaluar dikur dhe gjendem këtu përballë jush sot si nga profesionistët e shëndetit mendor, si doktor Ali Mehmeti e tha shumë mirë. Unë lexoj në fakt në sytë tuaj një shpresë, një dritë, dhe për këtë më vjen shumë mirë, sepse në këto 12 vite të kësaj keq qeverisje, jo vetëm ju si student të shkencave mjekësore, të fakultetit mjekësisë, por e gjithë Shqipëria ka lënguar. Të regoj me sinqert, unë kam zgjedhur të vazhdoj dhe të ndërtoj jetën time dhe profesionale dhe personale në Shqipëri, në shërbim të pacientëve të mi dhe të komunitetit tim. Dhe fatkeqësisht, pjesa më e madhe e kolegëve të mi shërbejnë sot në përbot. Që kjo mos të ndodhë më, dhe ju, të cilët do të jeni e ardhmja e shëndetësisë nesër, mjekët e rinj që do të keni në dorë me profesionalizëm, humanizëm dhe shamirësi dhe mbi të gjitha me shumë përgjegjësi, jetën dhe shëndetin e shumë pacientëve, ju ftoj që ta mendoni mirë këtë pjesë, të besoni te programi i Partisë Demokratike për shëndetësinë, i cili është një program shumë i mirë menduar dhe i hartuar së bashku me profesor doktor Sali Berishën dhe me ekspert të fushave të mjekësisë. Unë do të ndalesha pak tek profesor doktor Sali Berisha e theksoi, njëkohësisht dhe doktor Ilir Ali Mehmeti e theksoi, te formimi dhe krijimi i fakultetit të dytë të mjekësisë, që do jetë një nga hallkat kryesore i cili do të bëjë që shumë profesionistë të shëndetit të fushës së shëndetësisë do të shërbejnë në Shqipëri dhe do të jenë ata që do ta bëjnë shëndetësinë dhe Shqipërinë madhështore. Ju uroj suksese në këtë profesion që keni zgjedhur. Faleminderit. Faleminderit doktoresha. Fjala për ju, Kristela Prendi, studente e mjekësisë. Përshëndetje doktor Berisha, përshëndetje gjithë pranishmit e Fakultetit Mjekësisë dhe Shkencave Mjekësore. Unë jam Kristela Prendi, jam studente mjekësie përgjithshme viti 5. Doktore përmendet shumë mirë, i prekët të gjitha hallkat e shëndetësisë, prekët mungesën e aparaturave, sepse e dim që në urgjencë pacientët presin me orë të tëra për një shërbim minimal, siç është matja tensionit apo për të bërë një elektrokardiogram, përmendet mungesën e medikamenteve që është kthyer në shqetësim të madh, jo vetëm për pacientat, por edhe për familjarët e tyre, të cilët mundohen ndoshta edhe në mënyrë ilegale për të gjetur ato të fundit, edhe duke dënuar edhe nga ligji për këtë arsye, por ajo ku unë dua të ndalem dhe dua ta theksoj fort është një ligj absurd i cili kalon çdo lloj absurditeti i bërë nga zoti kryeministër, nga zoti Edi Rama për studentët e mjekësisë. Studentët e mjekësisë nuk mund të detyrohen të qëndrojnë në Shqipëri. Ata duhet ftohen, ata duhet të jenë të gatshëm dhe të kenë dëshirën për të punuar me kushtet e duhura, me pagesën e duhur dhe në terrenin e duhur, siç tha doktori Ilir Ali Mehmeti. Problemi doktor qëndron se ky ligj bie ndesh me të drejtat njerëzore, bie ndesh me të drejtat tona si student dhe gjithashtu është një ligj antidemokratik. Studentët e mjekësisë e kanë dorëzuar këtë ligj në gjykatën e Strasburgut, por siç e dini, për efekte procedurale
koha dhe afati i marrjes në shqyrtim të kësaj dosje do jetë relativisht i gjatë, që gjë që sjell që studentët e mjekësisë të cilët janë në përfundim të studimeve të tyre të penalizohen nga ky ligj i bërë nga kryeministri. Doktor, pyetja ime e parë është pikërisht kjo. Çfarë do ndodh me këtë ligj? A do zhduket ky ligj nga çdo lloj gjëje dhe a do ftohen studentët e mjekësisë, a do krijohen kushtet e duhura që studentët e mjekësisë të kenë dëshirën dhe të trajtojnë pacientët e tyre me humanizëm, me dashamirësi, me mirësi dhe të qëndrojnë në Shqipëri. Doktor, unë dua të qëndroj në Shqipëri. Unë dua të jap kontributin tim në Shqipëri. Unë dua të ndërtoj familjen time në Shqipëri dhe unë nuk dua kurrë si të largohem nga Shqipëria. Jo vetëm për veten time, po edhe për prindërit e mi. Nuk dua që të komunikoj me prindërit e mi nëpërmjet ekranit celularit, por dua të jem këtu për t'ju shërbyer pacientëve të mi, për t'ju shërbyer familjes time dhe gjithë komunitetit. Kjo e para. Dhe së dyti, doktor, kam 2 fjalë zemre për ju. Ju vërtet mund ta keni lënë profesionin e mjekut, sepse keni shumë vite që nuk e praktikoni më, por në aspektin politik ju mbeteni një mjek që do e shërojë Shqipërinë nga një sëmundje e rëndë siç është Edi Rama. Ju falenderoj. Faleminderit Krisela. Fjala për Kristina Karriqin, studente e mjekësisë. Faleminderit doktor. Përshëndetje i nderuar profesor doktor Sali Berisha, pjesëmarrës. Unë jam Kristina Karriqi, studente në vitin e 5 në mjekësi të përgjithshme. Si pjesë tashmë prej 5 vitesh e këtij fakulteti, përveç krenarisë për qenë pjesë e tij, duhet të ndalemi, besoj, edhe tek problematikat me të cilat ne përballemi çdo ditë. Mendoj që për të nxjerrë mjek të denj nga ky fakultet nuk duhet vetëm pasioni, por duhen edhe mbështetje dhe mjetet e duhura për ta bërë këtë. Dhe jam shumë e lumtur që sot kemi mundësinë që të flasim për problematikat me të cilat ne përballemi çdo ditë. Dhe këtu po flasje vetëm në emrin tim, por dhe në emrin e shumë studentëve që ndihen njësoj, dhe do ndalim në disa çështje shkurtimisht. Si fillim, një nga çështjet që na shqetëson është mungesa e literaturës së përditësuar dhe për të aksesuar materiale shkencore nga më të fundi, studentët duhet paguajnë shuma që shumë prej tyre i kanë të papërballueshme. Kjo përbën një pengesë shumë të madhe për pjesën e përditësimit dhe për pjesën e përgatitjes profesionale tonën. Përveç kësaj, ambientet ku zhvillohet mësimi në Fakultetin e Mjekësisë lënë shumë për dëshiruar, laboratorët nuk kanë pajisje funksionale, dhe hapësirat për praktik janë shumë të pakta dhe në rastin kur janë të paorganizuara. Dhe mendoj se jo vetëm unë, por edhe gjithë çfarë janë të pranishëm këtu në këtë diskutim ose jo, mendojnë që Fakulteti i Mjekësisë duhet jetë i pajisur me laboratore funksionale, me ambiente për simulime klinike, dhe biblioteka të cilat mungojnë totalisht në Fakultetin e Mjekësisë, gjitha këto janë për të përshtatur me nevojat e studentit të sotëm. Dhe diçka që shpesh anashkalohet, por në mendimin tim është shumë e rëndësishme, është dhe hulumtimi shkencor, researchet që mungojnë. Ne duam dhe duhet të përfshihemi në kërkime shkencore, në prezantime dhe duhet të jemi ata që duhet të japim ide dhe të kontribojmë në këto procese. Por fatkeqësisht, hulumtimi shkencor është thuajse inekzistent për studentët, dhe për këtë mendoj se duhet të ketë politika që hulumtimi shkencor të jetë pjesë e jetës studentore dhe më tej. Sepse hulumtimi shkencor në mendimin tim nuk është luks, por është një aset, një domosdoshmëri për studentët dhe për mjekët. Gjithashtu si studente në vitin e 5 nuk është e largët dita që do përballen me procesin e specializimit, dhe një proces që zakonisht është si shqetësues për studentët që përfundojnë studimet, për shkak se ka vonesa burokracia të tepërta. Gjithashtu kemi edhe ndarjen kuota të lira, kuota të mbuluara që krijon më shumë konfuzion, kuota të lira që nuk paguhen dhe me sa kam parë në disa specialitete edhe mungojnë, dhe kuotat mbuluara një rrok kundrejt një delegimi për të punuar diku ku duan instancat përkatëse. Mendoj që për një mjek specializant është tepër e vështirë që të përfundoj procesin e specializimit duke punuar gjatë gjithë kohës në një ambient dhe duke mos u paguar. Dhe kërkojmë nga ju, nga Partia Demokratike, nga qeveria e ardhshme që të financohen kuotat e lira, të jenë totalisht të financuara dhe gjithashtu në bashkëpunim me këto të ketë mbështetje me fonde publike jo vetëm për specializime brenda vendit, por edhe për specializime jashtë, duke krijuar kështu bashkëpunime edhe me universitete ndërkombëtare për të rritur cilësinë edhe profesionalizmin e mjekëve shqiptar.
Së fundmi nuk mund ta le pa përmendur edhe një çështje që shkaktoi shumë trazira, e përmendi edhe Krisela, shkurtimisht tek protesta e studentëve të mjekësisë, tek ligji i famshëm që kryeministri bashkë me qeverinë e tij pa u konsultuar as pak me palën që preket e miratoi. Mendoj që ligjet të cilat prekin të ardhmen e mira studentëve nuk duhet miratohen në mënyrë të njëanshme, por duhet të diskutohen dhe ishte totalisht gënjim. Ne nuk duam që të detyrohemi, duam të ftohemi, nuk jemi kundër punësimit në Shqipëri, përkundrazi, por mënyra se si na u soll ligji ishte totalisht gënjyese dhe nuk është as pak një mënyrë për të mbajtur mjekët në Shqipëri. Nga se fola dhe besoj do të flitet, nuk kërkojmë gjërat pamundura, kërkojmë që arsimi dhe shëndetësia të jenë në nivelin që ato meritojnë. Këto gjëra nuk mendoj dhe nuk besoj dhe nuk i kërkoj që të bëhen brenda natës, por që mendoj se ky takim është një hap tepër i rëndësishëm drejt ndryshimit. Faleminderit shumë doktor që na mundsua të takim. Faleminderit që na dëgjoni dhe që mos lejojmë që këto problematika të mbeten intramurale dhe që fasadat të mbulojnë realitetin, por që të dalin jashtë mureve të fakultetit dhe të gjejnë zgjidhje reale. Faleminderit. Faleminderit Kristina. Fjala për zotin Zino Vereshnja, student i vitit 5 mjekësi. Përshëndetje doktor. Së pari duhet t'ju falenderoj që në kulmin e fushatës gjetët kohën të na ftonit në një takim, që të shkëmbenim dhe mendime së bashku. Ndonë se mund dukemi grupi vogël interesi, jemi pak qindra student, por mendoj që prek gjithë popullatën. Se nuk ka shqiptar që pak të një herë njetë, ose vetë, ose për një familjar në tij mos shkojnë dyert e spitalit dhe përballet me një ish student të fakultetit mjekësisë. Ndërkohë që fatkeqësisht nuk është bërë në 12 vite nga qeveria të na ftojë në një takim, paktën 5 vite sa un jam student i mjekësisë, ndoshta edhe në rehatin e pushtetit për të na dëgjuar dhe qoftë vetëm aq, por mos bër asnjë mas tjetër, pra faleminderit. Nuk dua të zgjatem se shqetësimet e fakultetit mjekësisë nuk mbarojnë, por nuk dua të merrem me këtë pjesë, se në fundit është ndoshta edhe një pjesë që i takon universitetit vetë administrimit, që duhen marrë masa për të rregulluar kushtet, literaturë dhe çdo gjë tjetër. Por dua të qëndroj vetëm 2 pika, që mendoj që janë 2 pika që nuk meritojnë, nuk kërkojnë as para për të realizuar, dhe që kanë pasur dekursin më të keq në këto 12 vite, që janë meritokracia tek mjekët e rinj dhe dinjiteti i mjekut. Së pari meritokracia, ne të gjithë e dimë që po të shohim, sidomos periudhë fushate, shohim çdo drejtues administrate, qoftë mjekësore, qoftë jo mjekësore, që çuditërisht, edhe pse supozohet që zgjidhen me konkurs në atë pozicion, çuditërisht janë eksponentë të partisë pushtet. Që rrjedhimisht të çon të mendosh që është e pamundur me probabilitet që të gjithë të jenë të një krau, duhet të ketë pavarur, duhet të ketë mbështetës partive tjera. Pra meritokracia është zerruar. Dhe merita e vetme është tesara e partisë. Dhe kjo bën që mjekët e rinj të jetë mendoj një nga arsyet më të forta pse largohen, sepse duke mos pasur atë stimulin për të ecur në karrierë në sferën akademike kështu me radhë, i bën të largohen, ku ndonse nuk kanë vendin e tyre gjejnë meritokracinë. Dhe që nuk kërkon asnjë para për të rregulluar, besoj nesër, është vetëm vullneti politik. Dhe pjesa e dytë është dinjiteti. Neve jemi të gjithë student mjekësie, jemi për ditë në spitalet e Tiranës, QSUT, dhe shohim që dinjiteti i mjekut është në përkëmbur. Shohim që mjekut u bën heroj në kohën e Covidit, se ishte edhe para periudhës fushatës dhe duhej trumpetuar që pati heroizëm, ndërkohë që më pas në problematikën më të vogël që shfaqej, siç e përmendët ju dhe onkologjikun, gishti i kryeministit u drejtua nga mjekët dhe praktikisht u tha këta e kanë fajin, unë s'di gjë, drejtojuni këtyre, dhe u la një përballje shumë makabre që lihet përballë mjeku me pacientin dhe me hallexhiun. Ndërkohë që në këtë mes do të jetë shteti që të zgjidhë problematikat. Dhe neve një korridor që SUT-s të ecësh do shohësh minimumi një rast konflikti verbal mjek me pacient apo mjek me familjar. Jo vetëm dje, në një nga praktika që unë jam duke zhvilluar në kuadër të mësimit në pediatrinë e përgjithshme, ju e thatë shumë mirë pjesën e laboratorëve. Ka një javë që këtë muaj nuk bëhen me analiza. Dhe detyrohen familjarët e fëmijëve që analizat për të vendosur diagnozën e pacientit do duhet i bëjnë privat. Por ka familjarë që realisht janë të pamundur. Absolutisht. Që nuk është e pamundur të kryejnë analiza. Dhe mjeku
do detyrohet që të bëjë një trajtim empirik, do detyrohet të bëjë një trajtim pa vendosur diagnozë, ose do detyrohet që ta trajtoj keq. Dhe në fundit, prapë gishti nuk drejtohet nga pushteti që e ka çuar në këtë situatë, por drejtohet nga mjeku. Se pacienti mendon që mjeku do para në dorë, do të më çojë te privati e kështu me radhë. Dhe kjo është edhe një arsye tjetër, sepse nëse unë nesër mendoj që sot shoh këtë situatë dhe nesër do jem mjek në atë situatë, si do veproja unë? Dhe normal që përgjigjja është të largohem që të mos jem në këtë situatë për të përballur me pacientin jo si aleat, po si armik. Dhe e fundi që do doja, dy kolegët e thanë, e kemi dëgjuar në kohën e miratimit të atij ligjit që ne kemi qenë pengmarrës, një premtim nga Partia Demokratike që do ta shfuqizojë ditën e parë të mazhorancës së saj dhe do doja që një ripërsëritje nga ana juaj i qëndroni që Partia Demokratike do ta shfuqizojë ditën e parë kur të ketë mazhorancën e saj. Faleminderit. Faleminderit Zino. Fjala për Elida Rançin, student e vitit parë. Faleminderit doktor. Përshëndetje të dashur student, përshëndetje të nderuar pedagog dhe profesor doktor Sali Berisha. Fillimisht dua t'ju them që është kënaqësi t'ju kemi sot mes nesh. Unë jam Elida Rançi dhe jam studente në vitin e parë farmaci. Së pari, nuk kam dyshim që e keni plan prioritar arsimin dhe studentët pas fitores në 11 maj. Doktor Berisha, një nga sfidat kryesore që përballen studentët e mjekësisë sot është mungesa e praktikës klinike të mjaftueshme gjatë viteve të para të studimeve. Shumë prej nesh ndihen të papërgatitur kur përballen me situata reale në spitale, sepse kemi më shumë teori dhe më pak kontakt me pacientët. Doktor, pyetja ime për ju është, cilat janë hapat konkret që do të ndërmerren nga ju për të rritur përfshirjen aktive të studentëve në praktikë klinike që në vitet e para të studimeve. Gjithashtu dua t'ju them se jam e bindur që me ardhin e Partisë Demokratike në pushtet dhe me një lider si ju, doktor, Shqipëria padyshim do bëhet një vend më i mirë. Faleminderit. Faleminderit Elida. Fjala për doktor Malbor Dukën, mjek i ri i cili u detyrua të emigrojë në Gjermani për shkak të këtyre politikave. Nderuar profesor doktor Sali Berisha, nderuar profesor doktor Elia Ali Mehmeti, unë jam Malbor Duka, mjek specializant në landin e Zaksonis në Gjermani. Natyrisht që për sa i përket pjesës largimit tim ka qenë një zgjedhje e detyruar. Unë gjatë viteve të mia të studimit kam qenë një zë aktiv në mbrojtje të kauzave studentore, kauzave sociale dhe më gjërë. Jam përpjekur të denoncoj me ato mundësitë e mia që kisha edhe në media të gjitha problematika me cilet haseshin mjekët të rinj, mjekët specializant apo edhe studentët e mjekësisë. Dhe ndoshta pjesa më e vështirë e largimit tim ka qenë pranimi i faktit që pavarësisht gjithë këtyre përpjekjeve, nuk është se mund ta ndryshoj diçka konkrete këtu në Shqipëri. Përpara se të merrja vendimin për të larguar, natyrisht kam pasur një eksperiencë pune në sistemin shëndetësor shqiptar, kam punuar si në sistemin shëndetësor privat, po ashtu edhe atë shtetëror. Edhe kam qenë dëshmitar në vetë të parë të gjithë problematikave që kolegët e mi parashtruan. Kam parë se si pacientët sorollateshin me një sistem referimi, edhe prisnin me ditë apo me muaj tëra për një konsult me mjekun specialist. Kam parë se si spitalet e rrethave ishin kthyer në qendra ambulatore ku nuk kryen as procedura minimale, pra as një paracentezë apo një ndalim hemorragjie, sepse mungonin pajisje, mungonin mjetet e duhura. Kam parë se si mungojnë në mënyrë absolute pajisje diagnostikuese, pra ma janë ose edhe në ato raste ku janë shumë të vjetruara. Edhe natyrisht e gjithë kjo situatë dhe fakti që Shqipëria nuk mundi të më mundsoj një jetesë dinjitoze, më bëri që të konsideroj vendimin për të larguar nga Shqipëria. Edhe sot vazhdoj specializimin për mjekësi, për kirurgji vaskulare dhe endovaskulare në Gjermani. Natyrisht unë shpresoj shumë që kjo situatë të ndryshojë pas 11 majit. Edhe shpresoj shumë që Shqipëria më në fund edhe shqiptarët të kenë një sistem shëndetësor siç ata e meritojnë. Edhe shpresoj shumë që kolegët e mi që janë sot këtu për krah meje, që janë edhe më të rinë moshë, por që me kohën do duhet edhe këta të vendosen në të njëjtën zgjedhje në të cilën u vendosa unë përpara disa kohësh, të mos jenë detyruar të largohen nga Shqipëria, por që të jetë një zgjedhje e lirë e tyre.
Faleminderit dhe suksese. Faleminderit doktor Malbori dhe një fjalë e fundit nga zoti Julian Sharka, student i stomatologjisë. I nderuar doktor Berisha, në radhë të parë shumë faleminderit që sot mundësuat këtë takim, që edhe ne si studentë të tregojmë që s'kemi frikë dhe nuk i trememi kurse si as terrorit masiv, as presionit që bën pushtetin në çdo institucion arsimar. Tani kolegët, studentët e tjerë folën gjëra gjatë për problemet që kanë studentët në Universitetin e Mjekësisë. Unë do them këtë, që ju si mjek që jeni në profesion, keni këtë detyrën madhore dhe profetike për ta shporur dhe për të larguar jo vetëm sëmundjen mavi që ka sjellë Edi Rama, por mortjen e kuqe që ka zaptuar Shqipërinë që prej 8 nëntorit të 41-shit. Dhe ju e dini mirë për çfarë po flas. Në fillim në fillim etrit dhe me pas këto bite të tyre që u kthy një herë socialista dhe tani janë bërë specialista. Po e kanë gjetur mjekësinë si një motor për xhiruar sa më shumë para. Tani na lind ne e drejta që të ndalojmë këtë çmendur, se një çmendur një vend do ta çmendi, po ne jemi këtu. Dhe prandaj Shqipëria madhështore nuk është një utopi, po është një realitet. Programi i Partisë Demokratike nuk është se kemi shpikur rrotën, fare, është një program normal i bazuar në shtetet anëtare të BE-s, ju përmendit Italinë. Tani unë do thosha këtë që në Shqipërinë tonë të vuajtur mjeku ka atë syrin që është si gjysëm perëndi. Dhe vërtet i tillë është, sepse çfarë ka mjekësia në thelbin dhe esencën e saj? Ka humanizmin, ka njerëzimin. Por siç e përmendët edhe ju, këta kanë bërë krime njerëzore më keq se sa regjimet më pashme të shekullit 20. Dhe mjeku që ka detyrë të shëroj pacientin, t'ia lehtësoj dhimbjet, e strapatsojnë, e torturojnë. Nga një qendër konsulente në rrethe do detyrohet vinë në Tiranë, edhe për këtë planifikim detyrohet ta bëjë një muaj para. Tani na lind ne drejta që ta bëjmë Shqipërinë madhështore, sepse jemi ne fytyra e re e Shqipërisë dhe ne kemi përgjegjësi. Edhe nuk ri dot pa përmend një rast, se unë jam nga Lushnja, Spitali i Lushnjës, shqyr Zotit ka maternitetin. Dhe fondet e dim të mjekësisë janë bërë rrushe kumblla. Po besoj të gjithë e keni parë atë kastollën e pulave në Fier, Spitali Memorial të Fierit. Kur kryeministri do inspektonte Spitalin Memorial të Fierit bashkë me ish ministren e shëndetësisë që është sot në arsim, ka marrë pacient nga Spitali Rajonal i Fierit, që të dilshin live në profilin e kryeministrit në Facebook. Kjo është fatkeqësi. Është një fatkeqësi dhe është e vërtet. Prandaj lind e drejta jon dhe e juaja që ta bëjmë Shqipërinë madhështore, sepse nuk është utopi, është realitet. Faleminderit shumë. Faleminderit. Unë jam i bindur që do kishte shumë më tepër diskutime, doktor, por agjenda juaj është e ngjeshur këto ditë, kështu që fjala për ju. Faleminderit. Unë ju falënderoj shumë për ndërhyrjet që bëhet. Para se të ndalem tek ato, kam një mesazh për ju dhe për gjithë studentët. Ju në vitin 2018 bëhet një lëvizje historike. Arritët një pakt me njeriu që s'ka paktas marrëveshje. Sot do të garantoj çdo student të universitetit se ai pakt do të zbatohet pik për pik nga qeveria e ardhshme. Sepse ai pakt ishte shumë i drejtë. Ai pakt nuk synonte asgjë tjetër veç se t'u jepte universiteteve të gjithë fizionominë e vërtet
të botës akademike, të institucioneve akademike. Tani, rikthehemi tek takimi ynë. Ligji që miratoi qeveria është një ligj antidemokratik, antikushtetues, dhe ai ligj do të anullohet i javën e parë në mbledhjen e parë të qeverisë, do anullohet. Nuk mund të ketë ligj që t'u detyroj ju të riktheni aq e kaq apo të shkoni. Ky është një diskriminim në themel. I pa që bëjnë vetëm njerëzit të cilët besojnë se u lejohet bëjnë gjithçka pavarësisht nga kushtetuta, pavarësisht nga ligjet dhe sistemi demokratik. Ai është një ligj antidemokratik, ai është një ligj thellësisht diskriminues, ai është një ligj i papranueshëm dhe ne e hedhim poshtë atë që në mbledhjen e parë të qeverisë i kërkojmë parlamentit anullimin e tij. Nuk pritet as Strasburgu, as një lloj vendimi, ai është një ligj që Shqipëria duhet të ndahet prej tij. Tani keni bërë një pyetje, keni shtuar një koment këtu. A ndikon profesioni i mjekut? Në karrierën time të gjatë, prej 32 vjeçare në politik, mund të them se kësaj here më ndikon më shumë se kur në qëndrimet e mia. Më ndikon më shumë se kur, sepse kur shoh që lihen fëmijët me 2 vakte ushqim, dhe jam i vetëdijshëm se çfarë pasojash të dëmshme ka për ta, për trurin e tyre, për zhvillimin e tyre. Kur shoh se lihen të smurt pa mjekim dhe lihen në kthetrat e vdekjes, që është e vërteta, të themi se smundjet janë pa mshirë. Kur shoh se aparaturat lihen të prishura, s'po them që prishen, po lihen të prishura, vetëm që të shkojnë tek privati, të ndajnë para me privatin ata që i mbajnë ashtu. Unë natyrisht e ndjej veten në një mision të frymëzuar edhe nga profesioni i mjekut. Do të bëjmë gjithçka, jo si e kam thënë edhe në publik, nuk është një betejë kjo për pushtetin tim, jo. Kjo është një betejë për një mision, sepse në këtë mënyrë si po ecim ne po rrokullisemi në hone të pa shpjeguar, të pa pranueshme. Nuk ka patur mungesë ilaçesh për të smurt me neoplazira, jo. Nuk ka patur. S'mund të kishte. Ja u të them unë ju një herë, më dërguan një letër 2 vajza nga Lushnja dhe më thonë, zoti kryeministër, ne jemi me talasemim, mos gaboj po. Dhe mbajmë për shkak të atyre hemoglobisë dhe mbajmë shëringa në abdomen, një infuzion i vazhdueshëm, heparin mos gaboj tani po. Mirë po kjo shëringa në abdomen, na shregullon atë jetën tonë, jemi të reja, kërcejmë, me fjallë gjitha këto. Dhe ka dalë një ilaç, nga ato e mësova unë, që quhej Exjade. Exjade ishte shumë i kushtueshëm. Ne e morëm atë ilaç. E morëm. Shoqëria nuk mund të lejë një njeri pa e ndihmuar. Dhe nuk mund të diskutoheshin mjetët, ilaçet për smundjet neoplazike. Jo, s'mund diskutoheshin. Edhe nuk do të diskutohen. Asnjë në këtë aspekt Shqipëria është shtruar në për një pjesë është shtruar në një spital dhimbjesh. Se ata të cilët
të një gjoshti pensionist. Ka dhënë mësim 30 vjetaj. Dhe tani, ose detyrohet të gjej një punë diku, ose të kërkojë ndihmë, se përballohet të kur. Po të gjysmën e pensionit ja merr qiraja ati. Kështu që, pa diskutim që kam një frymëzim nga ai profesion. Është profesion për që duhet frymëzoj njeriu gjithmonë. Nuk e kam nga pushteti, por e kam nga është në mision. Dhe tu them një gjë këtu. Ky program, sa do që duket se mund të ketë egzagjerime, është gjithë çka reale. Çfarë bëjmë ne të dashur studentë? Ne parat që marrim nga qytetarët, do ja u kthejmë më së pari qytetarëve. Do të atyre. Pensione, rroga, ilaçe, spitale, ndihmë. Pastaj do i ndajmë për sektorët e tjerë. Që e me normale. Çdo qeveri e përgjegjshme bën vetëm këtë. Pensionisti malazez mirte në 2013 138.000 lekë. Pensionisti shqiptar, mesatari. Pensionisti shqiptar mirte 143.000 lekë. Sot malazezi merr 450.000 lekë. Si merr? Pse merr? Sepse qeveria Malit Zi, duke ditur se çdo vit rriten çmimet, ndante çdo vit pjesën për pensionistët. Sot për të ble ato që blihej me 143.000 lekë në vitin 2013, të duhen 390.000 lekë. Imagjinohet çfarë, si ku e ka ta ndisën. Po në Shqipëria kjo jo, Shqipëria ka mundësi të mëdha. Këta i vjedhin. Këta kanë zhdukur në rrugë dhe në plakat e shesheve të qyteteve 12 miliard euro, të cilat kur nuk kushtojnë më shumë se 2.3 miliard euro maksimumit. Nuk kanë ta si kufi. E në gjuhët ju kur u tha. 8 miliard la për pensionistët 16 milion. Po kështë që pa. Ne kishim që ligjin për minimum jetik. Jo, tha, këna na bjem në humner, po të bëjmë të. Po qëra humner e bjem më? Si bjem në humner? Në 8 miliard. Po këti të regon spari që këta njerëzi shumë zonë me zero. Së dyti, që ke zero ide se që është bugjeti dhe din vetëm vjedhish. Si që ka nga 8 miliard, marrë 200 milion dhe jo jap tyru. Qa u bo, qa ndodhi? Kjo, pra, këto marrin fund dhe kjo situatë ndryshon me shpejtësi 100 ditë të para. Në 100 ditë të para do të kemi agendën më intensive për të transformuar, për të frenuar këtë rënje dhe për të nisur ngjitjen përpara. Pa diskutim, që tarifat ju garantoj që do t'jenë jo më shumë se 1/4 e këtyre që janë sot. 1/4. Ju keni tarifat më të larta në Europë. Po, ju themun ju, janë 2 vende që nominalisht i kanë më të larta dhe këto 2 vende janë Anglia dhe Mbretëria e Hollandës. Këto 2 vende i kanë, por rrogat, po t'i bësh me rroga, edhe ato i kanë më të ulta se ju, tarifat. Po t'ja u proporcionosh me rrogat e familjarve. Kurse të tjerë, Austri, ti shkon studion me 300 euro, se po t'jesh austriak me 100, në Gjermani e tjerë, nuk mund t'jetë tarifa, si të ka ky. Jo, tarifat do ulen, do të pjestohen me 4. Ta di çdo student. Dhe ato janë
Ato janë objekt korrupsioni. Po. Laboratoret. Janë të domosdoshme. Ne investuam, por ju siguroj që do harrohen ato investime, çfarë do të bëjmë ne, do pajisim universitetet me laboratoret më moderne, jo vetëm mjekësinë, të gjitha laboratoret. Ke shtruar një problem shumë të drejtë, kërkimi shkencor. Ka një involucion të frikshëm. Unë që flas me ju këtu, në vit të 4 dhe në vit të 5 fakulteti, se në atë kohë fakulteti ishte me 5 vite, absolutisht 2 vite rjesht, me të ndjerin profesor Bajram Preza, kam bërë eksperimente me qindra lepuj, duke provuar efektet në aterosklerozë të substancave që përdoreshin në bujqësi, substancave fosforigene që përdoreshin në bujqësi ose merkuriale. Këto studime unë i kam paraqitur në Kongresin Ndërkombëtar të Aterosklerozës në Milano, në vitin, disa vite pas u bëra mjek, në vitin 1977. I kam dërguar punimin dhe ekstraktin, e kanë pranuar, ato ishin studime të viteve të mia studentore. Dhe nuk isha vetëm unë, shumë bashkëmoshatarë të mi ishin të angazhuar, quheshin grupe shkencore të lëndë për katse, neurologjisë, psikiatrisë, kardiologjisë, me radhë. Kështu që nuk është e domosdoshme angazhimi studentëve në tari kërkimore shkencore, nuk është as pak luks, është jashtëzakonisht i rëndësishëm për ta bërë atë një gjahtar të vërtetës. Kërkimi shkencor të ndihmon shumë të qëmtosh të vërtetën dhe të ruan skepticizmin. Ti je skeptik, të mos pranosh çdo gjë pa kërkuar bazën të vërtetat rreth tij. Në një specializim në Francë, ulëm njerë me një mjek bashkëmoshatar me mua. Unë isha shumë mirë në EKG, se EKG-ja ishte i vetmi mjek që kishim ne, dhe aty ne ishim më e prorë se kushdo tjetër. Ky studion të farmakologji, edhe bënte impregnimin e fibrave muskulare me kordaron, për të pa efektet e kordaron. Kordaron ka qenë një antiaritmik, nofta sot nuk e di përdoret apo jo, por bënte, bravo, studionte me kordaron dhe i them u këtij, po bisedoja me te. Ra puna, i kisha lexuar një shkrim. I them Simon, i them ky ka shkruajtur këto. Më thot, Zoti Berisha e ka shkruajtur, thot po ti shohish, thot, metodiken e ka të pabesueshme. E ka të pabesueshme. Pse ja u thash këtë? Nuk ka gjë më të rëndësishme. Nuk ka rëndësi konkluzionet. Edhe ju këshilloj dhe ju, gjithnjë duhet pa metodika, mbi ç'bazë janë nxjerrë konkluzionet. Konkluzionet qëndrojnë kur ato nxirren mbi bazë një metodike shkencore, kur studimi është i bazuar një metodik të saktë. Dhe ja u thash këtë vetëm për tu. Kështu që kërkimi shkencor është jetik, është i domosdoshëm. E shuan, e keni shumë drejt, po thuaj e kanë shuar. Tani që pedagogu juaj të bëjë një kërkim, jo, nuk diskutohet, po pedagogu juaj të bëjë një kërkim shkencor, duhet marrë lejen në Ministrinë të Arsimit. Absolutisht. Askund tjetër nuk mirrim diktaturë. Staliniste ishte ajo. Pa diskutuar. Po mirrim vetëm të Zëvendës dekani për anën shkencore i fakultetit. Ati
të ndjerit e kisha dhe mikë se ma vonë, i dërgonin projektet, ai i firmoste dhe ne vazhdonim punën. Këta kanë shkatruar. I kanë shtruar universitetet në qendra mësimdhanje. Po universiteti pa kërkim shkencor është një listë që thahet. Nuk mund të ketë më specializime pa pagesë. Ta harroj kush këtë. Jo. Është punë që duhet paguar. Gjëja më absurde. Ti e merr atë, i thua bëj dhe roje, bëj dhe 24 roje, hajde edhe herën tjetër, bëj këto dhe s'paguar asgjë, kjo s'mund të ndodhi. Kjo është një gjë shumë e rëndë. Kjo është një gjë që shkel çdo kod. Kod pune, kod moral, kod ç'të dush. Kjo merr fund, nuk do mund të ketë specializime pa pagesë. E thatë drejt ju. Ka patur dhe sërish do ketë, ju garantoj, specializime të mbështetura financiarisht nga shteti, nga spitali, nga fakulteti. Ne i rikthehemi kësaj. Ndorse sot ka student, mjek që mbarojnë dhe janë të ftuar të kthehen, po edhe ata që janë aty do të mbështeten që të kualifikohen më tej, të specializohen për teknika, për procedura të caktuara, për çështje të caktuara. Kështu që jam plotësisht e një mendje që ato duhet vendosen. Nuk ekziston meritokracia, në asgjë. Tani kur merr Ogertën, arktarin Edi Ramës në bashki dhe bën ministër shtetësie, dhe pasi bën një katastrofë, e çon në arsim, dhe ajo që drejton të arsimin, të shohësh kurrikullin e saj, më i dobti. Studenti më i dobti 30 viteve ka qenë ajo. Realisht, unë nuk them se ajo nuk kishte një punë, po ministri arsimi s'mund t'ishte. Kjo ministri arsimi nuk mund t'jetë. Këto nuk kanë asnjë nocion, asnjë koncept, as për arsimin, as për shtetësinë. Këto janë klubi hajdutëve të Edi Ramës, me të cilën ai zhvilloi modelin e vjedhjeve në bashki dhe transferoi në qeveri. Kjo është e vërteta e tyre. Këto portalet i kanë shtruar në kurthe të paimagjinueshme. Portali mësues për Shqipëri është portal mësues për partinë. I Albania. A mund të imagjinoni ju? Isha në Himar. Çfarë më tregoi mua Himarioti? Doktor tha. Thu zyrat i kanë heqta, s'ka zyra fare. Thuat ti që këtu apliko thot. Aplikoj për të marrë kam tokën. Pas 2 muajsh, pasi ti mërzitesh që s'merr përgjigje, s'bën gjë, të vjen sekseri. Ke aplikuar, thot. Po, 5.000 euro për dynimin e parë. Dhe pasi t'japish këto, shohim për dynimin e dytë. Shikoni çfarë, se si përdorin një shërbim i cili vetë kupton automatizmin në përgjigje. Nuk ka, është thjesht një kurth për të pa kush po aplikon dhe si t'i gjobisim, si t'i xhvasim. Shqetësimi shumë i drejt për lëndë klinike dhe për praktikat klinike. Kjo kërkon, do më thënë, Tirana nuk ka mungesë shtetërsh, dhe Tirana ka potencialet e saj për të garantuar
zhvillimin e plot të praktikave tuaja në klinik, por ndofta duhen kontrata me spitalet, të cilat qeveria do të kërkoj. Do të kërkoj në një mënyrë ose një tjetër, po ju dyert e spitaleve duhet të jenë të hapura për ju. Pavionet duhet të jenë të hapura për ju. Për orë, paradite dhe masdite. Kjo është e domosdoshme për formimin tuaj dhe për formimin e mjekëve. Nuk mund të ketë asnjë lloj komenti aq më tepër kur ne do hapim dhe një fakultet të dytë, do shohim ku do e hapim, do zgjedhim qendrën mbas aty, por një fakultet i dytë është i domosdoshëm për të kapur vakumin që krijohet në dekadat që vinë për shkak të largimeve masive të mjekëve. Dhe duhet të jemi shumë të vendosur në këtë qëndrim. Tani, për ta mbyllur, natyrisht, kjo rënje është rënje dramatike e sistemit tonë, edhe shumë e dhimbshme, shumë e dhimbshme. Por është plotësisht e adresueshme. Është plotësisht e mundshme që me shpejtësi t'i ndryshoj. Nuk ka asnjë arsye përveç korrupsionit që spitalet tona të mos kenë aparaturat më moderne. Që i smuri të pres muaj të tërë për të bërë një analizë në shtet ose se bën dot fare por të shkojnë privat. E tëra këtu është korrupsioni. Sigurisht me këtë buxhet kështu ndodh, por ne do të dyfishoj buxhetin. Ndaj dhe ju siguroj se zbashku me ju, zbashku me shumicën ndërmuese të mjekëve, infermierëve, që janë të përkushtuar, të ndershëm, të aftë me integritet dhe të përkushtuar për profesionin e tyre, ne do t'u japim shqiptarve shërbimin shëndetësor që meriton dhe do ta ndryshojmë me shpejtësi këtë situatë ku në fakt mafia, edhe t'u them ju një gjë që mafia më e zezë është mafia e sistemit shëndetësor, sa ajo ka të bëjë me jetë njerëzish. Ajo merr jetë njerëzish, ajo kushton jetë njerëzish, edhe ajo është më keqja. Edhe ne do ta shpëtojmë shëndetësinë tonë dhe sistemin tonë nga kjo mafje. Shumë faleminderit. Me kënaqësi, po patjetër.